Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetaria e Komisionit të Çështjeve Europiane, Jorida Tabaku, ka dhënë një paralajmërim të fortë lidhur me rrezikun që përbëjnë kontratat e koncesioneve dhe partneritetet publike e private për financat e vendit. Tabaku i cilësoi këto kontrata si minat me sahat të buxhetit, duke theksuar se ato përfaqësojnë barrën më të madhe që rëndon mbi ekonominë shqiptare. Sipas Tabakut, mbi gjysma e kontratave koncesionare janë aktualisht nën hetim, ndërsa secila prej tyre mbart një taks korrupsioni që rrit në mënyrë fiktive vlerën e projekteve, duke deformuar tregun dhe duke shpërndar pasurinë publike tek një pakicë klienteliste. Ajo theksoi se paralajmërimet e FMN-s për rrezikun fiskal janë bërë prej vitesh, por qeveria ka zgjedhur të ignorojë ato, ndërsa sot një pjesë e këtyre kontratave financohen madje edhe nga sektori bankar duke rritur ekspozimin e sistemit financiar. Tabaku nënvizon se vlera totale e PPP-ve dhe koncesioneve ka arritur në afro gjysmën e produktit të brendshëm bruto, një barr që sipas saj do të rëndojë mbi buxhetin dhe xhepat e shqiptarëve për 30 vitet e ardhshme. Ndërkohë, pavarësisht rritjes së taksave dhe ngarkesës fiskale, të ardhurat nga mbledhja e taksave vazhdojnë të mos e kalojnë nivelin 29% të prodhimit të brendshëm bruto. Ky është sistemi socialist në veprim, u shpreh Tabaku, duke cilësuar modelin aktual të qeverisjes si një mekanizëm që ka kapur prej fyti ekonominë shqiptare dhe që shpërndan pasurinë e vendit tek një pakicë, ndërsa qytetarët paguajnë faturën për dekada. Deklarata e saj vjen në kulmin e debatit për buxhetin 2026, ku opozita ka akuzuar qeverinë për mungesë transparence, rritje të borxhit të fshehur dhe rrezikim të stabilitetit fiskal përmes politikave të koncesioneve. Tabaku, e cila prej vitesh është një nga zërat më kritik në çështjet ekonomike, e cilësoi këtë praktikë si fytyrën e vërtetë të qeverisë socialiste, duke kërkuar që modeli aktual të ndryshohet me urgjencë.